Ish-zëvendës kryeministri Arben Ameta ju përgjigj mbrëmjen e djeshme kreu të SPAK Altin Dumani, i cili në kuvend u shpreh se është i mirëpritur nëse dëshiron që të bëhet i penduar. Në një intervistë telefonike në Chimpeka Live, Ameta i tha se nuk ka pse të jetë bashkëpunëtor, pasi nuk ka kryer asnjë krim. Edhe në teknikën ligjore, bashkëpunëtor quhet dikush që ka kryer krim, siç pretendon Altin Dumani, disa Duman që i ka aty si bashkëpunëtor të drejtësisë. Unë nuk kam pse të jem bashkëpunëtor, pasi nuk kam kryer asnjë krim. Nuk po flas për prezumimin e pafajësisë që kryeprokurori i SPAK i referohet Parlamentit të Shqipërisë dhe thotë që ky është i mirëpritur të jetë bashkëpunëtor. Domethënë nuk ka prezumim pafajësie, sepse sigurisht që tani unë jam shembulli i 10 standardeve. Kjo është e para dhe më e rëndësishmja, tha ai. Mëtej, Ameta i tha se do të vinë në Tiranë vetëm kur të ketë dalë e vërteta. Ai shpreh se nëse do të ishte arrestuar, nuk do dilte gjallë nga burgu. Do vi unë atje, por t'i them të gjitha. Të dalë e vërteta, prokurori Gokaj tek dosja Buka thot se akuza që Ameta i ka dëmtuar interesat e shtetit është lapsus. Por t'i skelon media pa ja thënë që dëmi që ka bërë Ametaj është 7 milion euro, por e vërteta është se Ametaj ka mbrojtur interesat e shtetit. Nëse do shkelja ligjin, sot privati do hante paratë e shqiptarëve, sot privati ha paratë e veta. Është qesharake. Për çfarë krimi të bëhen bashkëpunëtor? Për inceneratorët që nuk kanë firmosur, që i kam kundërshtuar, tha ai. Mëtej Ameta i tha se reforma në drejtësi ka dështuar, po ashtu ai pyeti Dumanin se pse nuk merret me dosjen me Gonigall. Sipas Ametaj, Dumani arreston armiqtë e Ramës. E dyta, unë kam qenë në SPAK. Altin Dumani nuk ka guxuar të më bëjë asnjë pyetje. E ka marrë me zell dhe me dhunë çështjen time me urdhër politik dhe erdhi aty ku unë isha thirrur në SPAK së bashku me avokatin tim dhe nuk guxoi të më bëjë asnjë pyetje. Për çfarë jam i mirëpritur unë? Për qenë bashkëpunëtori i kujt drejtësie? Për çfarë krimi? Dhe është interesante tani, praktikisht reforma në drejtësi ka si strumbullar një dështim. Altin Dumani është pronari i dështimit i reformës në drejtësi, për shkak jo më të dy standardeve, por standarde sipas shefit dhe urdhrit politik. Kush është armik i Ramës, arrestohet duke u tërhequr zvarr në rrugë. Unë s'kam asnjë firmë tek inceneratorët. Pse nuk merret ky me Gonigall? Jemi duke jetuar. Pse shqiptarët janë budallënj? Unë i sugjeroj Dumanit që të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, kur të akuzohet për shpërdorim detyre, tha Ametaj. 10 pyetjet e Ametajt për Dumanin. Çfarë indicie ka marrë për Thuman Kasharin që është bërë patender, që është ndryshuar formati i koncesionit pa procedurë të re dhe paguajnë shqiptarët 1.3 miliard. Kjo është. E dyta, çfarë indicie ka marrë për Ipardin, po ulëret BE-ja? E treta, cila është arsyeja që nuk hetohet? Çfarë arsye ka që onkologjiku në vend që t'i shërojë dhe jo për faj të mjekëve? Çfarë arsye ka që nuk hetohet tek onkologjiku? Rimbursimi i barnave. E katërta, kam bërë sherr unë për këto. Sherr. Po, kam bërë sherr për naftën në Shëngjin. Pse nuk i jeton? E pesta, pse nuk merret me inceneratorin e Tiranës? Ku janë parat? Tek hotelet e mia të supozuara janë parat? Pse nuk merret me kontratën e koncesionit të Tiranës? Pse nuk merret? E gjashta, sa për djeni kush e ka lexuar kontratën, 29 eurot që paguajnë qytetarët nëpërmjet Bashkisë së Tiranës janë për mbulimin e mbetjeve dhe për incenerim. Cila është arsyeja që shqiptarët paguajnë 3 fishin tani që nuk kanë incenerim? E shtata, pse bëhet pronari i dëmit Altin Dumani? E teta, pse nuk merret me Beketin? Indicie, vajtën 4, 5, 7 vite. U mor me mua me urdhër politik për 1 muaj e gjysmë dhe nxori edhe urdhër arresti. Dhe jam i bindur, e kam thënë, që kur kam pasur dyshim. Tani nuk kam më dyshim që më kanë dashur të varur dhe të vdekur, prandaj deshën që të shkoja në burg. E nënta, kujt i thot ky akuzohet për korrupsion për inceneratorët? Nuk kam asnjë firmë, nuk kam asnjë lidhje me procedurën e inceneratorëve. E dhjeta, pse nuk merret me Gonigall? Ky thot jemi duke jetuar, shqiptarët duart trokasin, 5 veta duart trokasin.